Urdhëro. Ajo lista e bardhë është çështje se si e shohim, se ajo mund të nxihet menjëherë, kështu që kam 20 vjet e kursur që merrem me racën tuaj, kështu që e di mirë se çfarë lloj mënyre keni që funksiononi, kështu që ajo lista e bardhë është e bardhë për sa kohë është e zezë. Kështu që dëgjoj, të lutem. Tani të lutem. Unë besoj që asnjë shqiptar që blen dhe investon, e thash, kursimet e jetës ose merr një kredi që do duhet gjithë jeta për ta shlyer, nuk ju ka juve borxh të lëvizni 1 milimetër nga gjëja që juve pretendoni që po i shisni. Ja u tregoni projektet kur ata fillojnë paguajnë, edhe kur i shef që janë dhe projektet që ne miratojmë. Kur i shef thua sa bukur. Nuk meriton askush që të surprizohet, dhe nuk është 1-2, se të ishte 1-2, do isha dakord me ty, që janë 1-2 edhe tani mos ta nxim, nuk po nxim gjëne. Juve duhet të ngrini nivelin, i dashur. Duhet ngrini nivelin edhe mos se kërkoni tek pasqyra fajin. Fajin kërkoni te fytyra. Është shumë e thjeshtë kjo. Nuk ka absolutisht askush asnjë borxh që ndërtuesit të mos i qëndrojnë korrekt ligjit, të mos i qëndrojnë korrekt atyre që i paguajnë, të mos i qëndrojnë korrekt shoqërisë edhe të ardhmes. Nuk është një kafe që po jep një kafe dhe nuk ka cilësinë e mirë.